Për mu ndoshta edhe për të tjerët që për cilin me vëmendje se çfarë bën kjo qeveri tash sa kohë, duke filluar edhe nga marrëveshja e Brukselit, edhe nga aneksi i Ohrit, ky është përfundim logjik, të cilën për fat keq nuk e kuptojnë jo pak qytetarë, të cilën për fat keq duket se kjo qeveri e kamuflon, kjo mendësi politike e kamuflon mirë dhe të bjen para aktit përfundimtar, që nën kupton se ka pasur bisedimet mshefta, se s'kem të bëjmë me transparencë, kem të bëjmë me diçka që e prek në thelb sovranitetin e Kosovës. Ne, në mënyrë impozante, jemi ekspozu para një qeverie që na thot në mënyrë të vazhdueshme se mori fund, se veriu u krye ajo punë, se nuk kemi të bëjmë me struktura paralele. Tash, bim përfundim që pas ka dhe marrëveshje me ato struktura, si janë bërë dorë zgjatur, se kjo qeverie ka bërë një gjë të tillë. Dhe mund të bim përfundim se duke mos pasur institucione, duke i bojkotuar ato po shkojmë zgjedhje së bën si duhet se do të bëhen prap, ky vakum institucional krijon atë vakumin që si ti thush ujë ku do mjegull, dhe brenda kësaj mjegulli janë bërë biseda të tilla, jemi para aktit të krym. Kjo është marrëzi, kjo duhet të ndëshkohet. Këtë duhet ta dinë qytetarët e Kosovës se çfarë po i ndodh Kosovës. Tash duke a thënë juve po mbien mend Rroga 13. Aha, bashk lajmet po shkojnë, Rroga 13 do t'ipet, edhe kjo marrëzia që ndodhi me strukturat paralele. Por a di pse u dha lajmi për Rrogën e 13, se me këtë qasje, kjo qeveri, kjo mendësi populiste don që të jap injekcion populist, drogë populiste politike, këtyne qytetarëve që të ngazlyer me Rrogën e 13, të mos i punojnë detektorët për të hetu se çka ka bën kjo qeveri. Ky është lëshim i kësaj qeverie në raport me Bashkimin Evropian. I paskrupullt. Pse ka bërë kryeministri Kurti këtë lëshim? A mos e ka bërë ndoshta që të krijojë raporte më të mira me Bashkimin Evropian, sepse ka një rival tjetër politik, Zonjën Osmani, presidentin e cila ka raporte të mira me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mos Kurti lëshoj e dëmtoj sovranitetin e Kosovës që të mos e sheh rivalin e tij, Zonjën Osmani, që i ka punë të mirë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Deri këtu shkon. Mos i them ndryshe, po kjo qasje, kjo marrëzi politike e kësaj qeverie e dëmton Kosovën vetëm që të mbetet në pushtet, të cilin pushtet nuk po mund ta kontrollojnë institucionet tona. Sa kohë se zgjedhjet qëllimshëm shtyhen verës apo janë bërë kohën e dimrit atëherë kur vjen mërgata. Mund të shpjegohet forma ndryshme për të ardhur në përfundim pse kjo mërgat e përkrah më shumë se sa mesatarja e Kosovës politikën e zotit Kurti. Kjo mërgat, unë jam vetë për kohë gjatë kom qenë mërgjimtar, kjo mërgat nuk e hanë bukën e Kosovës. Mund mos i di gjitha gjërat. Unë jam shumë që ata të kenë drejtën edhe të votojnë, edhe të bëjnë ndryshime me prezencën e tyre. Nuk jemi ekskluzivisht kundër datave, po jemi që të respektohet kushtetuta, që të mos përzgjatet atëherë kush dën e sa dën e kujt i teket. Sot një partije, nesër mund të ketë një parti tjetër përkrahje më shumë nga mërgata dhe nuk duhet bërë lëvizje të tilla kundër kushtetuese, por përderisa janë brenda dispozitave ligjore, derisa nuk janë kundër dispozita përkatëse, qoftë kundër kushtetuese apo ligje tjera, atëherë ne të mbahen, por le të respektohen këto parime. Pra nuk jeni kundër që të mbahen edhe gjatë verës? Ne jemi kundër që të mbahen verës se nuk e konsiderojmë që duhet shtyhen pafundësisht. Ne sa më shumë i shtyjmë, aq më keq për Kosovën. Pse të shtyhen që të përgatitet dikush për të konsoliduar, për të bërë diçka, a mos ka punu ndoshta dikush duke i përdor parat e publike që të ndroj mendjen e gërbeqarve?
A ka mundësi? Po pa tjetër që ka pas. Pra keqpërdorim të fondeve publike për t'ja ndryshuar mendjen e gyrbeqarve që të votohen ata. E nëse kjo funksionon, nëse ata mendojnë që funksionon, mund t'a shtyjnë dhe i verës. Jo, është sa më shumë e shtyjmë, aq më keq për institucionet tona, për qytetarin që jeton në Kosovë, për të mirat që ai i merr nga funksionimi i institucioneve.